Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar zyrtarisht ekipin politik me cilin do të garojë në zgjedhjet e 7 qershorit, duke propozuar Vjosa Osmanin për presidente dhe Lumir Abdigjikun për kryeministër. Vendimi u miratua nga Këshilli i Përgjithshëm i partisë pas propozimit të kryesisë së LDK-s. Gjatë mbledhjes, Abdigjiku deklaroi se propozimi mori mbështetje unanime dhe se partia do të hyjë në zgjedhje me një listë për 110 kandidatësh për deputet, të propozuar nga degët e partisë dhe strukturat përfaqësuese. Kreu i LDK-s e cilësoi këtë si një ofertë politike që synon përfaqësimin më të gjerë dhe rikthimin e besimit qytetar te institucionet Kosovës. Në deklaratën e tij, Abdigjiku dha dhe një mesazh politik që u interpretua si kritik ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Ai tha se për aq kohë sa sipas tij politika e inatit nuk dëshiron që Vjosa Osmani të ketë një mandat të dytë si presidente, atëherë duhet të jenë qytetarët ata që vendosin me votë forcën politike që paraqet kandidaturën më të mirë për këtë post. LDK-ja synon që përmes këtij konfigurimi politik të formojë pozitat e saj në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale, në një garë që pritet të dominohet nga përplasje mes partive tradicionale dhe lëvizjes vetëvendosje në pushtet.